Shqiptarët po lënë kokën pas domates jeshile, por këtë sekret nuk e keni ditur dhe do ju befasoj. Domatja është një nga produktet që prodhohet masivisht në Shqipëri, pa të cilën shumë prej gatimeve tona nuk do të kishte kuptim. Ëmbëlsia e saj e ndërthurur këndshëm me aftësinë e lehtë ofron një ndjesi freskie të pasvendësueshme. Shija nuk është i vetmi aspekt për të cilin njerëzit lënë kokën pas domates, dhe ajo ka një profil shumë të pasur ushqyes dhe shëndetësor. Domatet ofrojnë vlera të larta shëndetësore. Në këtë video, sipas Brajcaj, do të rendisim përfitimet kryesore që domatja jeshile do të ofrojë në dietën tuaj nëse konsumohet në mënyrë të rregullt. Domatet jeshile përmbajnë nivele të mira të vitaminës C dhe gjithashtu nivele të mira të ujit. Ato janë të pasura me kalcium, hekur, magnez, fosfor, kalium, sodium dhe zink. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Domatet jeshile janë një zgjidhje shumë e mirë kundër problemit të variceve. Substancat e domateve jeshile janë të ngjashme me ato të acidit acetik salicilik që hollon edhe gjakun. Njerëzit që vuajnë nga varicet mund të përdorin domaten jeshile si një terapi alternative ndaj holluesve të gjakut. Farat e domateve jeshile mund të vendosen mbi variçe dhe t'i mbani për 20 minuta. Kjo procedurë mund të përsëritet derisa të keni rezultate maksimale. Aplikimi i kësaj recete që në shfaqjen e parë të variceve do ta keni më të lehtë në menaxhimin e tyre. Gjithashtu, domatet jeshile janë të mira kundër problemit të radikaleve të lira në organizëm. Domatet jeshile përmbajnë gjithashtu edhe flavonoide vitaminën A që lufton problemin e radikaleve të lira. Këto të fundit prodhohen gjatë ekspozimit të gjatë ndaj rrezeve ultraviollës dhe pajisjeve të ndryshme elektronike. Konsumi mjaftueshëm i domateve jeshile në dietën tuaj ndihmon në minimizimin e niveleve të radikaleve të lira në organizëm. Domatet jeshile gjithashtu janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe kundër problemeve të kolesterolit. Domatet jeshile përmbajnë nivele të mjaftueshme të proteinës, vitaminës B3 gjithashtu edhe yndyrnave cilësore, të cilat luajnë një rol thelbësor në uljen e kolesterolit. Ato janë një zgjidhje fantastike edhe kundër problemeve të komplikacioneve dhe inflamacioneve në organizëm. Domatet jeshile përmbajnë flavonoide të cilat luftojnë bakteriet dhe gjithashtu edhe inflamacionet të trupit. Në këtë mënyrë, ato përshpejtojnë shërimin dhe gjithashtu lehtësojnë inflamacionet dhe zbusin edhe problemet e dhimbjeve. Ato janë një zgjidhje shumë e mirë për parandalimin e plakjes së parakohshme. Në 100 grame domate jeshile do të gjeni të paktën 23.4 mg vitaminë C. Kjo e fundit rigjeneron qelizat e lëkurës dhe parandalon edhe shfaqjen e rrullave të para të saj. Për më tepër, vitamina A dhe kaliumi do të ruajnë freskinë e lëkurës dhe do ta bëjnë atë edhe më të tendosur. Domatet jeshile janë një zgjidhje fantastike edhe për të përmirësuar peshën tuaj trupore. Domatet jeshile përmbajnë karbohidrate, fibra, proteina dhe sheqerna, të cilat japin organizmit edhe ushqyesi dhe energjinë e duhur të nevojshme. Në të njëjtën kohë, domatet ulin sasinë e yndyrnave të këqija në organizëm dhe nxisin gjithashtu edhe akumulimin e dhjamit. Masa muskulare do të përmirësohet me konsumin e domateve jeshile në mënyrë të rregullt. Domatet jeshile përmbajnë tomatina, një përbërës që nxisin funksionin e qelizave, sidomos atyre muskulare dhe mbrojnë masën tuaj muskulare dhe rrisin atë në mënyrë të rregullt. Domatet jeshile janë një zgjidhje fantastike edhe për shëndetin tuaj të syve, citoi studimi. Ato përmbajnë gjithashtu nivele të larta të vitaminës A, vitamina kryesore për mbrojtjen dhe cilësinë e shikimit. Nëse nuk jeni dashamirës të karrotës, një ushqim tjetër më i mirë për syt është edhe domatja jeshile. Konsumi i saj në mënyrë të rregullt e brenda normës lejuar sigurisht që do të jetë një zgjidhje afatgjatë edhe për shëndetin tuaj të syve. Domatet jeshile, sipas të dhënave, mund të përdoren në forma të ndryshme dhe vetit që do t'i ofrojnë trupit tuaj dhe organizmi do ta bëjnë atë si një ndryshim rrënjësor për dietën e përgjithshme. Konsumi i domateve, nëse nuk i preferoni ato jeshile, mund t'i konsumoni edhe ato të pjekura mirë. Domatet janë gjithashtu të pasura edhe me shumë element shëndetësor të tilla siç mund t'jenë edhe
elementët të cilët ndikojnë drejt për së drejti në zvogëlimin e komplikacioneve të shëndetit të zemrës, potencialisht mund të parandalojnë edhe dhjetra komplikacione të tjera. Sigurohuni që domaten e freskët ta keni pjesë të dietave tuaja, citojnë ekspertët. Ja disa përfitime shëndetësore sipas Healthline që do të merrni nga konsumi i domateve në mënyrë të rregullt dhe brenda normës. Ato ulin në mundësinë e shfaqjes së problemeve të shëndetit të zemrës. Sipas Universitetit të Bostonit, sasitë e larta të likopenit ishin lidhur deri në 30% në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve koronare të zemrës. E pasur me vitamina gjithashtu edhe me minerale, domatet japin trupit një sasi të madhe të vitaminave natyrore si vitamina A, vitamina K, B1, B3, B5, B6, B7, C, folat, hekur, kalium, magnez, zink, krom dhe fosfor. Ato zvogëlojnë gjithashtu edhe dëmet e shkaktuar nga konsumi i duhanit. Domatet përmbajnë acid kolorogenik, element të cilët të mbrojnë trupin nga elementët që prodhon tymi i duhanit. Ato përmirësojnë gjithashtu edhe shijen tuaj. Mund të përdoren në çdo lloj gatimi, ato përveç se japin vitamina dhe minerale të nevojshme, ju përmirësojnë edhe shijen e ushqimit. Përmirësojnë tretjen dhe lehtësojnë kapsllëkun. Domatet janë një aleat shumë i mirë në lehtësimin e kapsllëkut dhe tretjes, sidomos kur kombinohen me lëng spinaqi. Ato zvogëlojnë rrezikun e sasive të problemeve të trupit. Një gotë me lëng domate në ditë mund t'ju vijë në ndihmë në parandalimin e problemeve të ndryshme. Kjo gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të veshkave dhe funksioneve të dëmshme të gurve në tokë. Domatet dhe lëngu i tyre mund të përdoren si një dezinfektues për të mbrojtur trupin nga shfaqja e gurve në veshka dhe problemeve të tëmthit. Ato mund të reduktojnë dukshëm dhe problemet e traktit urinar. Përmirësojnë gjithashtu edhe shëndetin e flokut dhe të lëkurës suaj. Domatet janë të pasura me vitaminën K, një element i cili ndihmon në forcimin e shkëlqimit të flokut. Duke konsumuar të paktën 2 gota me lëng domate në ditë, mund të përmirësoni dukshëm shëndetin tuaj të lëkurës. Domatet janë një zgjidhje fantastike edhe në përmirësimin e shëndetit të kockave. Ky përfitim vjen sepse domatet janë të pasura me nivele të larta të kaliumit dhe të kalciumit. Ato forcojnë gjithashtu edhe sistemin tuaj imunitar. Konsumi i rregullt i domateve në dietën tuaj pengon rritjen e hormoneve të stresit dhe do të përmirësojë kështu sistemin tuaj imunitar. Parandalon mpiksjen e gjakut. Ato ndihmojnë në djegjen e yndyrnave dhe domatet stimulojnë prodhimin e keratinës, aminoacid i cili përshpejton procesin e djegjes së yndyrnave deri në 30%. Konsumi i domateve në dietën tuaj mund të parandalojë gjithashtu edhe komplikacionet që lidhen me shëndetin tuaj të syve. Domatet janë të pasur me lutein, zeakanthin dhe elementë të tjerë të cilat ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit të syve dhe parandalimin e komplikacioneve të degenerimit makular. Ato parandalojnë edhe rrezikun e goditjeve në tru. Sipas një ullumtimi të ri që u botuar në revistën shëndetësore të Harvardit, u konstatua se likopeni i gjendur te domatet parandalon goditje në tru dhe rikthen ekuilibrat e shëndetit tuaj dhe gjithashtu mban larg komplikacionet e tij. Domatet janë një prej burimeve më të mira të vitaminave. Një domate e vetme mund të ofrojë të paktën 40% të sasive të përditshme të vitaminës C. Por më tepër, domatet janë të pasura edhe me vitaminën A, e cila e përmirëson imunitetin, shikimin dhe gjithashtu edhe shëndetin e lëkurës. Vitamina K, e cila gjendet te domatet, dhe kaliumi janë lëndë ushqyese kryesore në funksionin e zemrës, në kontraktimin e muskujve dhe mbajnë të balancuar presionin e gjakut. Domatet mbrojnë edhe shëndetin e zemrës. Domatet përmbajnë antioksidant të quajtur likopen, i cili gjithashtu është përgjegjës edhe për ngjyrën e tyre të kuqe. Ullumtimet sugjerojnë se në aspektin e përfitimeve shëndetësore të zemrës është më efektive të hani domate sesa të merrni shtojca të ndryshme të likopenit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.